Policia e Tiranës ka publikuar planin e masave për zhvillimin e ministerialit të procesit të bashkëpunimit në Evropën juglindore, që do të mbahet ditën e hënë në kryeqytet. Në momentin e ardhjes së delegacioneve do të ketë bllokime dhe kufizime të përkohshme të qarkullimit në disa akse rrugore si Aeroporti Rinasit, mbikalimi i Kasharit, autostrada Durrës-Tiranë, Unaza e Re, rreth rrotullimi i Saukut, rruga Elbasanit, rruga George W. Bush, rruga Urani Pano, rruga Dervish Hima. Ndërsa në largim të delegacioneve, akset që do të bllokohen përkohësisht janë rruga George W. Bush, rruga Elbasanit, rreth rrotullimi i Saukut, Unaza e Re, sheshi Shqiponja, autostrada Tiranë-Durrës, mbikalimi i Kasharit, Aeroporti Rinasit. Orari i kufizimeve do të varet nga mbërritja e delegacioneve në aeroportin e Rinasit dhe largimi i tyre nga vendi ynë. Ndërkohë, gjatë zhvillimit të aktivitetit, do të ketë ndalim të përkohshëm të qarkullimit, parkimi të automjeteve si dhe lëvizjes së kombësorëve në rrugën Ludovik Shllaku dhe rrugën e Dibrës. Në kuadër të zhvillimit të këtij samiti, policia kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve dhe qytetarëve për kufizimet e përkohshme.